Nga sot gjykata kushtetuese ka maksimumi 30 ditë për të dhënë një vendim nëse pezullimi Belinda Ballukut nga gjykata e posaçme është i ligjshëm apo jo. Në shqyrtimin për gati 4 orë sot në seancë, Kryeministria dhe Kuvendi kërkuan rrëzimin e vendimit dhe konstatimin se një antar i qeverisë nuk mund të pezullohet pasi një akt i tillë do të cënonte ndarjen e pushteteve, por ndryshe mendon SPAK, i cili kërkoi rrëzimin e kërkesës së kryeministrit. Prokurori Dritan Prençi theksoi se rikthimi në detyrë i Ballukut dëmtoi hetimet. Kuvendi vijon seancën për ratifikimin e marrëveshjes për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Palët debatuan për afatet e procedurës së përshpejtuar dhe përfshirjen në projekt ligj të emrit të kryeministrit Rama si përfaqësues. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë tha se marrja pjesë në këtë bord është nder dhe nuk i bëhet çdo vendi të botës. Ai ironizoi edhe akuzat e opozitës për marrëdhëniet e tij me SBA-t. Sipas familjarëve, në Davos të Zvicrës, presidenti amerikan Donald Trump dhe liderët e 19 shteteve të botës nënshkruan themelimin e Bordit të Paqes, pjesë të cilit është edhe Shqipëria. Kreu i shtëpisë së bardhë tha se të gjithë duan të jenë pjesë e kësaj nisme historike mes firmëtarëve dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Sipas familjarëve të Ardian Nikulaj, të vrarë 3 vjet më parë në Lezhë, një shumë prej 1.7 milion poundësh është vënë për vrasjen e vëllait të tij. Familja, sipas gazetës britanike The Sun, kërkon drejtësi dhe lutet që akmarrja me fisin Lex Takaj të ndalet. Edmond Axhia, i dyshuar si porositës, dhe 4 britanikët bashkëpunëtor po pengojnë ekstradimin nga Britania në Shqipëri, ndërsa ekzekutori portugez Saraiva ka mohuar që prej fillimit të ketë lidhje me vrasjen. Mario Banushi, një regjisor shqiptar 27 vjeçar me banim në Greqi, është vlerësuar me luanin argjent në festivalin e 54 ndërkombëtar të teatrit të Bienales së Venecias. Ai u prezantua me veprën Ragada, të krijuar brenda një apartamenti privat gjatë pandemisë. Banushi është regjisori më i ri në historinë e Bienales.